Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sot inshallah kena marrë një ders cilën e ka marrë sheikhu i njohur Abdurrazak Al-Badr, Allah e rujt, e që është në lidhje me shkaqet e forcimit apo përqendrimit në fe. Pra lusim Allah subhanahu wa taala që më na dhon dobi me atë që na ka mësu, edhe më na mësua që na bën dobi, edhe të na shtoj dijen e dobishme. Dhe këto fjalë më kanë argument për neve, edhe jo argument kundër neve në ditën e Kiametit, pa kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Po sfari themi se me folë rreth kësaj teme, që janë rrugët apo shkaqet të cilat e forsojnë njerin në fenë e tij, vërtet është një temë apo një tematik që ka pozitë të veçantë apo rëndësi të veçantë. Edhe nevoja muslimanit që ta mësoj këtë temë, që vazhdimisht t'i kthehet kësaj teme, pra shfaqet gjatë gjithë kohës. Nga se shkaqet edhe rrugët të cilat e largojnë njerin prej fesë, prej rrugës të Allahut subhanahu wa taala. Gjastas së të majtas janë shumëta. Po shkaqet të cilat e pengojnë njeriu edhe largojnë prej udhëzimit janë shumëta, o gjithashtu edhe shumëta. Po ashtu edhe fitnet, sprova të cilat do të pengojnë edhe largojnë njeriu prej hakut, prej vërtetës së udhëzimit, i vijnë njerin nga gjitha anët. Prandaj robi, përderisa do thonë gjendja është e këtill, robi ka nevojë të madhe që i kushtojë rëndësi të madhe edhe do thotë precize për mi njoft shkaqet të cilat e forsojnë ata edhe e bojnë të qëndrueshëm në hak, në të vërtetën edhe në udhëzim. Sidomos kur ja shohim kësaj faktin se zemra apo zemrën e birit të Ademit, po zemrën e njeriut vazhdimisht e mbulojnë shkaqe apo çështje ndryshme prej dyshimeve dhe epsheve. Po duke largu prej rrugës të Allahut subhanahu wa taala, prej rrugës drejt të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj është saksu prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "La qalbu ibn Adama ashaddu inqilaban min al-qidri idha ijtama'at ghalyan." Zemra e birit të Ademit rrotullohet më shumë se sa kur një gjë zihet në një kusi, në një tenxhere. Po kur arrin kulminacionin e nxehtësisë që rrotullohet ajo gjëja që është aty në tenxherën, thotë kështu zemra e birit njeriu, birit të Ademit, pra zemra e njeriu rrotullohet dhe ndryshohet edhe më shumë. Po ashtu është saktuar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Mathalul qalbi mathalul risha." Shembulli i zemrës është sikur shembulli i një puple. Bi ardhin falah, e cila është në një tokë të shkretë, pra një shkretir, që s'ka, do thotë aty asgjë, përveç dhejut. Tuqallibuha ar-riyah, cilën pastaj e rrotullojnë erërat e ndryshme. Po kjo është shembulli i zemrës njeriu. Prandaj edhe në gjuhën arabe fjala zemër është quajt qalb. Po pi fjalës taqallub, që rrotullohet vazhdimisht, ndryshon. Prandaj pi lutjeve shumëta që i ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është që i ka drejtuar Allahut e i ka thonë: "Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik." O rrotullues, o ndryshues i zemrave, ma forco zemrën time në fenë tënde. Ma forco zemrën në fenë tënde. Prandaj kjo transmetohet prej Aishës radhiyallahu anha, e cila ka thënë: "Kana aktharu du'ai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik." Doan që më shumë të ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kur ka thonë: "O rrotullues i zemrave, o rrotullues i zemrës, ma forco zemrën në fenë tënde." Edhe Aisha kur i ka dëgjuar këtë lutje për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam i ka thonë: "Awa innal quluba tataqallab, la tataqallabu." Ka është të mundur që zemrat ndryshohen, rrotullohen. Po pasi që është zemër besimtare, mu bë zemër jo besimtare kështu më radh. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Ma min qalbin illa bayna isbi'ain min asabi ar-Rahman." Nuk ka zemër veç sa është mes dy gishtave, pe gishtave gjithëmshirshme. Yuqallibuha kayfa yasha. Që Allah rrotullon ato sipas dëshirës së vullnetit të tij.
In sha'a aqamahu, nëse don Allahu thotë e drejton këtë zemër. Wa in sha'a azaghahu, nëse don e shmang, pra e devijon prej të vërtetës. Prandaj ne lutem Allahun subhanahu wa taala që zemrat tona të forcojnë në të vërtetën edhe në udhëzim, edhe të na ruaj prej devijimeve, prej lajthitjeve dhe shkatrimit. Sidomos, do thonë kjo temë është e rëndësishme në këtë kohë, kur fitnet, të cilat do thotë i shfaqen zemrës, janë sikur se ato dallk kur ngriten në një stuhi detare, të cilat e godasin, do thotë një anije që është duke lundruar. Po fitnet në këtë kohë janë shtu aq shumë saqë vazhdimisht e godasin dhe largojnë zemrën e njeriu prej rrugës drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe prej këtyre nuk ka mundësi të shpëtoj përveç atij që Allahu subhanahu wa taala ka përfshi me mëshirën e tij, po që e ka ruajt edhe ka siguruar pi këtyre fitnave. Dhe për këto ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: tu'radu al-fitnu 'ala al-qulub. Fitnat ka marrë koha që do të shfaqen vazhdimisht zemrës. Kel hasiri, sikur e hastra, e cila është uden, që është fije. Fa ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Prandaj çdo zemër që i thith këto fitnë, po sa të shfaqet në fitnë, e thith brenda saj, atëherë thot asaj bëhet një pikë e zezat. Wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Mirë po thot ai zemër që refuzon atë fitnë, atëherë në zemër do të bëhet një pikë e bardhë. Hatta tasira ala qalbayn, derisa thot zemrat e njerëzve ndahen dy grupe, apo njerëz ndahen dy taborë, po që i kanë dy zemra. Ala abyada mithli as-safa, thot një pjesë e njerëzve kanë më pas zemrën e bardhë, sikur sa i guri i bardhë që është i lmuar. Fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal-ard. Prandaj këtë zemër thot nuk ka mundësi me dëmtu më asnjë fitnë, përderisa ekzistojnë qejtë dhe toka. Prandaj në ditën e Kiametit. Wal akharu, po pjesa tjetër e njerëzve kanë pas zemrën, ata të cilët i kanë pranuar fitnën. I kanë thirrë fitnën në zemrën e tyre aswad. Zemra e tyre do të bëhet e zezë. Murbadan ilkuzi mujakhiyan. Po do të bëhet sikur sa ajo ana që është e nxirr edhe që është e rrotulluar. Po cila nuk pranon më asgjë brenda saj prej udhëzimit. Prandaj kështu po e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zemrën e cila i pranon fitnët. Po që ajo do të nxihet edhe do të bëhet sikur se ana e përmbysur. Pastaj tregon se cila është pasojë e kësaj na kur njeriu i pranon fitnët edhe i nxihet zemra e tij. Po kjo zemër la ya'rifu ma'rufan, nuk e din çka është e mira. Wala yunkiru munkaran, dhe nuk e din çka është e keqja. Illa ma ushriba min hawa. Përveç thot ato gjëra që vijnë edhe i shkojnë për shtati epshit edhe tekave tina. Që ato i pranon. Kurse që është e mira dhe që është e keqja, që shë përcakton edhe kufizon shëriate, ai nuk e din edhe nuk e njeh. Nuk e njeh këto të mira dhe nuk e din që është e keqja. Prandaj kjo është pasoja kur njeriu do thotë i pranon fitnet, edhe i thith, i lejon me dëpërtu në zemrën e tina. Po zemra e tina nxihet saqë mo nuk e din çka është e vërteta, çka është e pavërtetë. Nuk e din çka është suneti edhe çka është bidati. Nuk e din çka është hako edhe çka është batili. Po i përzin aty. Ai pranon për fitneve ato të cilat shkojnë për shtati me zemrën e tina, apo me epshin që e ka në zemrën e tina. Prandaj kjo na tregon rrezikun apo rrezikshmërinë e fitneve. Po që çu kanë thonë dietarët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka sjell këtë krahasim sikur hasra, nga se njeriu kur flan hasër, do thotë ajo hasra e cila është e përbërë prej fijeve ndryshme, thotë lën efekt shenja gjurmë në trupin e tina. Thotë njëjtën mënyrë edhe fitnet lajnë atë gjurmën në zemrën e njeriu. Po kanë efekt edhe lajnë gjurmët e tyre në zemrën e njeriu. Po ashtu hasra ka shumë fije. Prandaj kjo tregon se fitnet të cilat do të vinë të ardhmen do të jenë të shumta. Po ka hasra që i kanë për minimi fije. Mirë po, besimtari, zemra besimtari, do thotë, e cila është ndryshuar me dritën e Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sa nuk i pranon këto fitnë. Po i refuzon ato. E tjerat, cilat nuk e kanë këtë udhëzim, kanë i pranuar këto fitnë. Po qëllimi është se ato do gjejnë vend thellë në zemrën e tina.
do të vendosen mirë atë, do të përfshin gjithë zemrën tina derisa ajo të nxihet, edhe të bëhet sikur an e përmbysur. Pra, fitnë të cilat zemra i thith edhe i lejon, pa zemra e atij që nuk e ka përfshi mëshira Allah subhanahu wa taala, fitnë të cilat i thith edhe i pranon kjo zemër janë dy lloje. Pra janë fitnet e dyshimeve edhe fitnet e epshave, dëshirave. Fitnet e dyshimeve janë si rezultat apo burim e kanë, do thot dobësinë apo defektin e dija, larpangësinë e dopt. Po kur njeriu nuk është i pajisur me dije shëndosh, me dije dobishme për Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit. Kurse fitnet e epshave, do thot si burim e kanë vendosmërinë, po dobësinë e vendosmërisë, pa rënien e vullnetit, apo ambicjet e ulta, dhe që nefsi, pra shpirti njeriu anon ka epshet edhe tekat, ka qëllime, dëshirat e saj. Pra nuk i kushton rëndësi edhe vëmendje kufive, cilat edhe kritereve që i ka vendosur shariati dhe feja Allah subhanahu wa taala. Fitnia e dyshimeve vjen si pasojë e prishjes në dije, po kur njeriu nuk ka dije të shëndosh, të bazuar në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse fitnia e epshave vjen si pasojë e prishjes në vepra. Prandaj njeriu nuk ka mundësi të jetë i drejtuar në rrugën e drejtë të Allahut subhanahu wa taala. Pa të jetë i përqendruar në rrugën e drejtë, siratul mustaqim, në rrugën e drejtë të Allahut subhanahu wa taala, përveç nëse është i pajisur me dije dobishme edhe me vepra të mira. Prandaj për këtë jep shenjë Allahu subhanahu wa taala surën Saf. Në ajetin 9 thot: "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi." Allah është ai i cili ka të dërguar e tij me udhëzim edhe me fenë e vërtet, në mënyrë që këtë fe me bë triumfuese ndaj gjitha feve tjera. Po kjo fe gjithsesi do të triumfojë ndaj feve tjera. Dietarët kanë thënë udhëzimi që u përmend këtë ajet është dija dobishme. El huda, kurse dinul haq, feja e vërtet janë veprat e mira. Prandaj duhet me ditë muslimani se nuk ka mundësi të jetë i përqendruar në rrugën e drejtë, në fenë e Allahut subhanahu wa taala, përveç se pra edhe me shpëtu prej dyshimeve. Pra edhe dyshimeve dhe prej epsheve, veç se nëse i përmbahet kësaj rruge, dhe i kushton kujdes edhe rëndësi të madhe, e që është dija dobishme, po sa më shumë të përfitoj, sa më shumë mësoj për dijes dobishme, edhe sa më shumë shtoj për veprave të mira. Këtë mënyrë të të arrishe, të forcosh dhe të përqendrohesh në rrugën e drejtë Allah subhanahu wa taala. Po kjo temë për cilën po flasim, përderisa është një temë cila ka opozitë të lartë, dhe është prej synimeve më madhore që do t'i ketë besimtari, ai duhet ta di gjithashtu se kjo çështje është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Pra udhëzimi, forcimi dhe përqendrimi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, me qenë i fortë në këtë rrugë, ti do të më ditë që kjo çështje i kthehet Allahut subhanahu wa taala, por është në dorën e tij. Prandaj përderisa është kështu, atëherë do të vazhdimisht me lut Allahun subhanahu wa taala. Po nuk do të kur ti ndërpresh lutje ndaj Allahut subhanahu wa taala që më të udhëzon rrugën e drejtë. Po qëllimi më të udhëzon rrugën e drejtë, më të forcon këtë rrugë. Pra këtë arsye Allahu subhanahu wa taala na ka ligjësuar neve, madje na ka bërë farz, obligim që brenda 24 orëve, pra namazet farz 17 herë të lutemi, ta lutim Allahun me thonë ihdinas siratal mustaqim. Na udhëzo në rrugën e drejtë. Siratal ladhina an'amta alehim, në rrugën atyre që i ke begatuar me të mirat e tua, me mirësitë e tua. Ghayril maghdubi alehim waladdallin. Jo në rrugën atyre mbi cilët ka ra zemrimi yt, as në rrugën atyre që kanë humb këtë rrugë, po që janë të humbur. Po kush janë ata që Allah subhanahu wa taala i ka begatuar me mirësitë e tina? Janë ata të cilët i kanë bërë bashkë këto dy gjëra, po dijen e dobishme edhe veprat e mira. Kush janë ata mbi cilët ka ra hidhrimi dhe zemrimi Allah subhanahu wa taala? Janë ata të cilët do thotë kanë dije mirë po nuk punojnë. Çdo kush i cili ka këtë cilësinë këtë ajet Allahu subhanahu wa taala. E të parë që hyn këto që ka thonë vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe dietarët janë hebrejt. Që ka thonë Allahu subhanahu wa taala, mathalul ladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha, kamathali al-himari yahmilu asfara.
Shembulli atyre që ju kalon përgjithësi, po me bart Tevratin, po me mësua ata, me praktiku dhe me mësu tjerëve, thotë është sikur shembulli i gomarit, i cili mbi kurrizën e tij ka libra, po libra ndryshëm. Kjo është ajeti 5 i surës Xhuma. Po gomari nuk din çfarë është duke bërë në shpinën e tij. Është duke bërë ndrua apo libra atij kjo, do thotë nuk i bën dobi. Se din ai çfarë, edhe pse ndjen lodhja nuk e din çka është duke bërë mbi kurrizën e tij. Prandaj shembulli atyre që nuk punojnë me dijen që e kanë, ose sikur se shembulli i këtij gomari. Thotë që e bartin dijen, do thotë lodhen bartjen e saj na mirë, po nuk përfitojnë prej saj veç sa pak apo hiç. Kurse ata që janë dalin, që janë të humbur, pra janë ata të cilët punojnë, kanë ishtihad, kanë mund, edhe në mundin e tyre, mirë po, do thotë, këtë lodhja, këto vepra tyre, nuk i kanë bazuar në dije. Nuk i kanë bazuar në largpamësi, pra në dituri. Prandaj lodhin veten kot, edhe nuk i pranon këto vepra të Allah subhanahu wa taala, nga se veprat e tyre nuk janë bazuar në argumente. Pra shpëtimi edhe fitimi arrihet kur njeriu arrin me realizu këto dy gjëra së bashku. Po këto nuk doan njëra prej tjetrës, nëse ti don me arrit me shpëtu, edhe don me arrit me fitu, do të thonë këtë dunjë dhe në ahiret. Po dija do bishme edhe veprat e mira. Po vazhdimisht njeriu do që përmes dijes do bishme që e arrin, po që e grumbullon, edhe që e mëson me lutë Allahun subhanahu wa taala që më ia largu dyshimet, cilat do thotë e largojnë apo do thotë kanë efekt në imanin e besimin e tij. Kurse me veprat e mira, njeriu e lut Allahun subhanahu wa taala që me forcu dhe me përqendru në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pra me largu prej epshave, prej dëshirave, prej tekave, cilat e devijojnë njeriu prej rrugës të Allahut subhanahu wa taala. Pra që është thamë, që kjo dije, po me ditë këtë gjë, ka është rëndësishme, pra që është përqendrimi edhe drejtimi në rrugën drejtë Allahut subhanahu wa taala, në udhëzim edhe në të vërtetën, kjo është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Nga se njeriu nuk ka mundësi me ik, po gjithsesi ka me ndjek atë që Allah subhanahu wa taala ka bërë kader për to. Po njeriu nuk ka mundësi me ik drejtimit apo udhëheqjes që Allah subhanahu wa taala i bën këtij kozmosi. Prandaj çka don Allah subhanahu wa taala ndodh. Çdo gjë është sipas vullnetit dhe dëshirës të Allah subhanahu wa taala. Dhe çka nuk dëshiron Allah subhanahu wa taala nuk ka mundësi me ndodh. Prandaj ne themi la haula wala quwata illa billah. Nuk ka ndryshim edhe forcë veçse përmes Allahut subhanahu wa taala. Po gjithë çështja është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Çështjet e robërve janë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Allah thot kullu yawmin huwa fi sha'n. Çdo kohë, çdo moment Allah subhanahu wa taala është i angazhuar me diçka. Po është në gjendje, po dikon e uzon, dikon e devijon, dikon e ngrit lart, dikon e poshtron, e ul. Po tjetrit i jep, tjetrin e privon për një gjëje. E kështu me radhë. Po tjetrin e bën me qesh, me kanë i lumtur, tjetrin e bën me çajt. Jep jetë, jep vdekje. Po edhe çështje tjera që ndodhin thotë këtë kozmos. Gjitha këto çështje janë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Po nuk ka mundësi që donjë për krijesave të Allahut subhanahu wa taala me dal prej vullnetit të Allahut subhanahu wa taala. Çdo gjë e ndjek edhe pason dëshirën dhe vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe përqendrimi në fenë e Allahut subhanahu wa taala ose forcimin këtë fe është në dorën e tij. Pra Allah është ai i cili të jep sukses, Allah është ai i cili të inspiron. Allah është ai i cili të ndihmon ty në udhëzim. Pa Allah është ai i cili të udhëzon ty dhe ta tregon rrugën e drejtë, si me qëndruti në rrugën e tij, në rrugën e drejtë. Allah subhanahu wa taala thotë yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah është ai i cili forcon ata që kanë besuar me fjalën e vërtetë, me fjalën e fortë në dunja dhe në ahiret. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin. Kurse thotë Allah i devijon zullumçart. Ata që i bojnë padrejti vetes tyre. Wa yaf'alu Allahu ma yasha. Thotë Allahu vepron çka dëshiron. Pa ajetin 27 i surës Ibrahim. Prandaj kur muslimani e njeh këtë parim, këtë bazë kaq të madhe, pra që qëndrimi edhe forcimi në rrugën e drejtë Allah subhanahu taala është në dorën e tij, atëherë duhet sa më shumë që me shtu kërkimin e strehës të Allah subhanahu taala. Po me kërku streh, që Allah me të forcu këtë rrugë. Po sa më shumë me shtu mbështetjen në Allahun subhanahu taala. Edhe me pas bindje, besim të plot
që Allahu subhanahu wa taala është ai i cili i përgjigjet lutjes tona. Po duke shpresuar që Allahu subhanahu wa taala i vetmi është ai i cili do thotë të forcon ty në këtë rrugë. Allahu është i vetmi i cili ta përmirëson zemrën tënde. Allahu është i vetmi i cili të mbron ty, do thotë pi devijimit dhe lajthitjes. Qase gjithë çështja është në dorën e tij. Për këtë arsye shohim që edhe lutjet që i ka vënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që na kanë transmetuar janë të shumta, po që tregojnë se pejgamberi sa më e ka lutur Allahun që më ia mundsu me realizu këtë synim. Po me arrit këtë përqendrim dhe forcim në fenë e Allahut subhanahu taala. Po ashtu edhe në hadith, edhe në ajete gjejmë lutje të shumta që Allah subhanahu taala i përmend se si luten robët e tij. Për shembull është ajeti 8 i surës Ali Imran. Allah thot: "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab." O Zoti, mos na i devjo. Mos na i bë zemrat tona më shpang për vërtetës, pasi që i ke udhëzuar ato. Edhe na jep mëshirë prej teje, vërtet te je dhuruesi i madh. Po ashtu pi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një transmetu lutje të shumta, do thotë në këtë kuptim. Prej tyre është ajo lutja që e përmendëm më lart, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik." O rrotulluesi zemra, ma forco zemrën në fenë tonë. Po ashtu është transmetuar në dy sahihat që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Allahumma laka aslamtu." O Allah, ty tu kam dorëzuar. O bika aman, ty të kam besuar. Wa alayka tawakkalt, vetëm të këtë mbështetëm. Wa ilayka anabt, të te jam kthy me pendim. Wa bika khasamt, edhe për ty unë armiqsohem edhe debatoj me të tjerët, po polemizoj me të tjerët. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani. Thot o Allah, unë kërkoj strehtë te ty. Ose tek fuqia, plot fuqishmëria jote, që nuk ka të adhuruar me të drejtë tjetër përveç teje, që të mos më devjosh për rrugës tane. Mos më humbësh për rrugës tane. Anta al-hayyu alladhi la yamut, ti je i gjalli, i përhershmi që nuk vdes kurrë. Wal jinnu wal insu yamutun, kurse gjinët dhe njerëzit vdesin. Po ashtu është transmetuar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që sa që ka dal pejgamberi son për shtëpisë tina, për çdo nevojë që ka pas, dobi, diçka, interes të fesë apo dunjas, kur ka dal për shtëpisë tina, pejgamberi son e ka bënë dua dhe ka thënë: "Allahumma a'udhu bika an adilla aw adall." O Allah, kërkoj strehtë të ti që të mos devijoj. Po mos ta devijoj dikon tjetër. Pas dikush tjetër mos më devijoj mua për rrugës time. Au azilla au azal, që mos lajthis dikon tjetër, pas dikush tjetër mos ketë mundësi të më lajthit mua. Au adlima au udhlam, mos i bëj padrejtësi dikujt, gjithashtu mos më bëj padrejtësi dikush tjetër. Au ajhala au yajhala alay, edhe kjo do thotë ka kuptimin e padrejtësisë. Po mos më bëj zullum të këshia dikujt tjetër, pas dikush mos ketë mundësi të më bëj zullum padrejtësi mua. Po ashtu pi duave që është transmetuar pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që edhe që do thotë ja ka mësuar këtë dua ai që ka një pi sahabive ka pyet pejgamberin sallallahu si me lut Allah, atë pejgamberi ja ka mësuar këtë dua. Ka thonë: "Kul Allahumma hdini wa saddidni." O Allah, më udhëzo, edhe më mëso që gjithmonë ta praktikoj të saktën, të vërtetën. Hdini, më udhëzo, edhe më mëso që gjithmonë ta bëj atë që është e saktë, që është e vërtetë. Edhe duat që janë transmetuar për pejgamberin sa në këtë kontekst janë të shumta. Prandaj do të më ditë se pasoj që e kuptum këtë rëndësi kaq të madhe që është me këtë çështje që është ka rëndësi kaq të madhe që është përqendrimi dhe forcimi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Për çështjeve apo rrugëve që më shumë të ndihmojnë ty, që më forcon këtë rrugë është duaja. Po me lut Allahun subhanahu wa taala vazhdimisht. Me ikte Allahu subhanahu wa taala, me kërku strehtë ai, që Allah subhanahu wa taala më të forcon. E këto do të më bëjë duke pas bindje dhe besim të fortë në Allahun subhanahu wa taala, mbështetje të vogël të madh. Edhe kërkim stres të plot. Po që vazhdimisht me lut Allahun subhanahu wa taala më të forcon. Vazhdimisht me lut Allahun subhanahu wa taala që më të ruaj prej devijimit edhe lajthitjes. Edhe kur të bëjmë ne lutjet në përgjithësi, po dhe lutjet për këtë që jemi duke folë në veçanti, do të më ditë që Allahu subhanahu wa taala nuk e zgënjen robën e tij. Por nuk e zgënjen atë person që i drejtohet Allahu subhanahu wa taala me lutje.
Nuk e refuzon Allahu subhanahu wa taala lutjen e lutësit. Nga se vetë Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kur robët e mi të pyesin ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për mua, atëherë ti tregoj atyre se unë jam afër. Po i përgjigjet Allahu subhanahu wa taala lutjes tyre. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. I përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai më lutet mua. Po kjo është premtim pe Allahu subhanahu wa taala. Na ka premtuar se Allahu i përgjigjet lutjeve tona. Po jona mbetet që ne me shtu lutjet për Allahun subhanahu wa taala. Mirë po Allah kërkon për neve, thot falyastajibu li, mirë po ata le të më përgjigjen mua. Po do të bindemi Allahut subhanahu wa taala. Na çka na kërkon për neve. Wal yu'minu bi, le të besojnë bindshëm mua, po që i përgjigjem lutjeve të tyre, la'allahum yarshudun, nëse ata të jenë të udhëzuar, ata të jenë në rrugën e drejtë. Kjo është ajeti 186 e surës Bakara. Po ashtu Allah subhanahu wa taala në surën Ghafir, në ajetin 60 thot: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dhe Zoti juaj tha, Allah subhanahu wa taala këto na ka thonë neve, më lutni mua, unë ju përgjigjem juve. Lutni mua, unë ju përgjigjem juve. Po këtë kusht e ka Allah subhanahu wa taala bënë. Me lut Allah subhanahu wa taala. Po mos do të jemi neglizhent në lutjet do tona që ja drejtojnë Allah subhanahu wa taala. Lutni mua, unë ju përgjigjem juve. Nga se inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhir. Nga se ata të cilët tregojnë mendje mëdhaje, arrogant, kryenesh në adhurimin ndaj meje, unë do t'i fus ata në xhenem, ose ata do të futen në xhenem duke qenë të poshtruar. Po kjo tregon se neglizhimi ose neglizhenca në lutje ndaj Allahut subhanahu wa taala, kjo është një lloj mendjemësie, cilën e ka plan njeriu. Po që harron Allahun subhanahu wa taala dhe nuk e lut. Po kjo është cilësia e jo besimtarëve, ndërsa ata nuk e lutin Allahun subhanahu wa taala apo e lutin shumë pak. E besimtarët do të sa më shumë me lut Allahun subhanahu wa taala. Kështu që ne e lutim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij bukur, cilësitë e tij të përsosura, dhe që Allahu subhanahu wa taala është ai i cili nuk ka të adhuruar me merit përveç tij, pa që Allahu subhanahu wa taala është rrotulluesi dhe ndryshuesi i zemrave, që më na forcon neve gjithëve në të vërtetën hak dhe në udhëzim, edhe më na mbrojt gjithëve prej devijimit edhe lajthitjes. Nga se Allahu subhanahu wa taala është semiun qaribun mujib, është dëgjuesi, është ai që është afër, edhe mujib që i përgjigjet lutjeve. Për shkaqeve tjera, gjithashtu që janë për shkaqeve madhore, për me cilave njeriu forcohet të përqendrohet në udhëzim, në të vërtetën në udhëzim, është mi kushtu kujdes të madh Kur'anit, librit të Allahut subhanahu wa taala. Këtij libri i cili është libri i udhëzimit, është libri i forcimit dhe përqendrimit në rrugën e drejtë, është libri i mirësisë dhe i përmirësimit, pa që të përmirëson ty. Po ashtu edhe libri i istiqamës, pa që ta tregon ty se cila është rruga e drejtë cilën do ta ndjekësh ty. Prandaj Allah subhanahu wa taala thot surën Isra ajetin e 9: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sot vërtet ky Kur'an udhëzon në rrugën e cila është më e drejta. Po nuk ka rrugë më drejtë se sa rruga në cilën na udhëzon dhe na drejton Kur'ani. Wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sot ai përgëzon besimtarët. Po ju merr mysh besimtarët të cilët bojnë vepra të mira, që ata do të kenë shpërblim të madh te Allah subhanahu wa taala. Prandaj mi kushtu kujdes këtij libri madhështor, duke lexuar ato, duke përsjellë në kuptimet edhe domethëniet e tij, si edhe duke luftu veten, nefsin ton, që më përmbajt udhëzimeve, obligimeve, detyrave që dalin prej Kur'anit, pasi fjala e Allahut subhanahu wa taala, kjo është për shkaqeve më madhore që ndihmon ty më përqendrua dhe më forcon fenë e Allahut subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala thot në surën Furqan ajetin 32: "Wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahida." Thot jo besimtarët than, pse nuk ju zbrit Kur'ani Muhamedit sallallahu alaihi wasallam komplet i tërë, më një herë. Po pse po i zbret Kur'ani pjesë? Atëherë Allah thot: "Kadhalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila." Thot ne kemi zbrit Kur'anin kështu pjesë mirë që me ta forcu zemrën tënde. Prandaj thot edhe kemi lexuar këto me lexim. Thot do pjesë e ka zbrit Kur'anin te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ajo që përfitohet prej këtij ajeti është se nëse njeriu muslimani i kushton kujdes leximit të Kur'anit, përsjelljes në kuptimet edhe domethëniet, domethënë me meditu kuptimet edhe domethëniet e Kur'anit, udhëzimet që i gjejmë atë Kur'an, pastaj
e lufton zemrën e tina, nefsën e tina e shtyn që më u bind asaj uzimeve, pra me vepru me uzimet e Kur'anit, librit të Allah subhanahu wa taala, atëherë kjo është pi shkaqeve më madhore, edhe pi gjërave që më shumë të ty ndihmojnë më forcu në fenë e Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala gjithashtu thot: "Wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana." Pra kur zbret një sure, atëherë ka pi tyre që thonë, po pi munafikëve dhe tjerëve, kuj për juve kjo sure ja ushtoi imanin. Pra qëllimin e kanë pas më përqesh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me Kur'anin. Pa ja kanë po pyetje një anë tjetrit, ajo ushtoi kjo sure imanin. Çka thot Allahu? Fa amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Sa i përket atyre që kanë besu, atyre gjithsesi ja ushton imanin, Kur'ani. Sot ata yastabshirun i marrin, i dhajnë lajme gëzuese njëri tjetrit, e vërgëzojnë njëri tjetrin. Po kjo është ajeti 24 i surës Tobe. Po kjo është gjendja e Kur'anit me ata të cilët i kushtojnë rëndësi këtij Kur'ani, fjalës së Allahut. Po që përsiatën rreth kuptimeve, ajeteve tina. Po meditojnë rreth domethënieve të Kur'anit, dhe atë çka na tregon Kur'ani. Për këtë arsye e gjejmë që në Kur'an ka ardhur ka shumë ajete të cilat e nxisin njeriu që me përsiat rreth kuptimeve dhe domethënieve të Kur'anit. Pra Allah subhanahu wa taala në surën Muhammed në ajetin 24 thot: "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha." Ata nuk po përsiatin ata rreth Kur'anit, apo zemrat e tyre janë të kyshura. Po aqfali janë të kyshura me dry. Ka ata të cilët nuk përsiaten rreth kuptimit të Kur'anit, zemrat i kanë të kyshura. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thot në surën Nisa në ajetin 82: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an." Pra po thot, valla nuk po përsiatin ata rreth Kur'anit. "Walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira." Sikur të kishin ky Kur'an pi dikujt tjetër përveç Allahut, atëherë patjetër aty kishin me gjetë kontradikta, kundërthënie të shumta. Mirë, po nuk, kjo është larg Kur'anit, nga sa është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu Allah subhanahu wa taala në surën Sad në ajetin 29 thot: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarak." Këtë libër të bekuar, po mubarak, të bereqetshëm, ta kemi zbrit ty. "Liyadabbaru ayatihi." Çfarë është qëllimi i zbritjes së Kur'anit? Thotë që ata me përsiat, me meditu rreth ajeteve tina. "Wa liyatadhakkara ulul albab." Dhe ata që kanë mend, po mendarit, me marr këshilla prej tina, me marr udhëzime, këshilla prej Kur'anit. Madje Allah subhanahu wa taala na njofton Kur'an se ky Kur'an, pra nëse njeriu i kushton kujdes meditimet e përsiatjes rreth këtij Kur'ani, atë gjithsesi kjo ka më qenë pi shkaqeve më madhore që ka më shpëtuar njeriu pi devimit. Ka më ja mundsuar njeriu që mos më kthy mbrapsht, pa më ja kthy shpinën rrugës edhe udhës të Allahut subhanahu wa taala. Pa më deju pi kësaj rrugë drejt. Prandaj ne duhet meditojmë përgjithësi rreth ajeteve të Kur'anit, pa fjalët e Allahut subhanahu wa taala, sidomos rreth ajeteve 68 deri në ajetin 66 deri në ajetin 68 surës Mu'minun. Çka thot Allahu kur tregon se nuk ja u pranon lutjen edhe shfaqësimin jo besimtarëve që janë në xhenem, thot: "Qad kanat lakum ayati tutla alaykum." Juve ju kanë lexuar ajetet e mia. Pra mesin e juve janë lexuar ato ajetet e Kur'anit. Fa kuntum ala aqabikum tankisun. Mirë po thot ju ishit që ja ktheni të shpinën këtyre ajeteve. Edhe largoheshit. Ustakbirina bihi, duke treguar mendje madhsi. Ustakbirina bihi samiran tahjurun. Sot edhe keni fol për Kur'anin gjëra të pahishme. Pra edhe keni bojkotu këtë Kur'an. Po keni fol gjëra duke thënë se ajo është magji ose janë prralla, tregime të popujve të lashtë kështu me radhë. Qysh edhe sot e kësaj diti, do thotë i gjejmë njerëz që i thonë këto fjalë për Kur'anin. Pra që janë prralla ose tregime para 1400 vjetë kështu me radhë. Mirë, po çka thot Allah: "Afalam yadabbaru al-qawl." A nuk po meditojnë, a nuk po përsiatin ata rreth kësaj fjale. Po fjalës të Allahut subhanahu wa taala. Po për kësaj përfitojnë në dobi shumë të madhe. Që nëse ata ishin dalë me përsiatë dhe me meditu rreth fjalës të Allahut subhanahu wa taala, po i kishin kushtuar rëndësi kësaj gjëje. Po me përsiat rreth udhëzimeve që jep Kur'anit, atëherë patjetër kjo kish më qenë për shkaqeve që më do mos kish më shpëtu ata, pra më qit në selamet, më shpëtu për zjarrit e xhenemit. Edhe kishin më shpëtu
po thot i devijimit që mos më ia kthy shpinën Kur'anit, librit të Allahut subhanahu wa taala dhe rrugës të Allahut drejt. Prandaj në Kur'an ka udhëzim që njeriu e shpëton prej devijimit. Po Kur'ani është siguri që njeriu mos më rënd kotën, mos më ndjek të kotën. Po Kur'ani është garancë që njeriu mos më deviju edhe mos më lajthit për rrugës drejt. Prandaj Allah subhanahu wa taala thot wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapnu fort për litarin e Allah subhanahu wa taala gjithë ju edhe mos u përçani. Pra në ajetin 23 surës Al Imran. Pa wa'tasimu merrni Kur'anin si siguri, si mbrojtje. Pa isme që vjen për kësaj fjalë është diçka që të siguron, që të garanton ty. Pa nëse ne kapim mas Kur'anit, atëherë ky Kur'an gjithsesi ka më na mbrojt neve, ka më na siguru prej devijimit. Edhe pastaj si rezultat është që muslimanët nuk kanë më pas përçamje mes tyre. Për këtë arsye do thot muslimani dohet sidomos në këtë kohë që janë shtu fitnet. Edhe janë shumë llojta, rrezikshmëria e tyre është shumë e madhe për njeriu. Do të thonë ato dy aspekte që përmendëm më lart, pra fitnet, aspekti i dyshimeve edhe i epshave, do që njeriu me pas një hise të madhe në leximin e librit të Allahut subhanahu wa taala. Me pas me caktu vetin në një pjesë të kohës tina që do thot mi kushtu kujdes librit të Allahut subhanahu wa taala. Duke e lexu, duke e përsiat rreth kuptimeve domethënieve tina, edhe duke luftuar nefsin veten e tij që vazhdimisht do thot me detyru, me jo bind aty në udhëzimeve edhe obligimeve ose detyrave që Allah subhanahu wa taala na i tregon Kur'an, apo mu largu pi aty në ndalesave harameve që Allah subhanahu wa taala na ndalon prej tyre në Kur'an. Edhe këto do të më bë duke mundu me realizu fjalën e Allahut subhanahu wa taala ku i përshkruan besimtarët. Po në ajetin 121 surës Bakara ne do të mundu që me jetësu këtë fjalë të Allahut subhanahu wa taala dhe këtë udhëzim të Allahut subhanahu wa taala në këtë ajet në jetën tonë të përditshme. Shahat Allahu alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ata cilët e lexojnë atyre cilët ja kemi dhënë librin. Po qëllimi është besimtarë cilët e kanë pranuar Kur'anin si libër të Allahut subhanahu wa taala. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Ata lexojnë ato hak që çdo tamam. Po ja dhajnë hakun Kur'anit, librit të Allahut subhanahu wa taala. Pra lexojnë ato përsiatë, meditojnë rreth kuptimeve të tina. Edhe pastaj do thotë luftojnë nefsin e tyre që më ju bind udhëzimeve të Allahut subhanahu wa taala që ato. Këta thotë janë ulaika yu'minuna bi. Këta janë që e besojnë Kur'anin ashtu që çdo. Pra këta janë që e besojnë Kur'anin ashtu që çdo. Pi shkaqeve tjera që ja mëson njeriu të më forcu, të më përqendru në fenë e Allahut subhanahu wa taala është mi kushtu kujdes veprave të mira. Sa më shumë shtu pi veprave të mira. Po më mundu që mënyrën më të mirë mu afru te Allahu subhanahu wa taala. Edhe do thot me luftu vetën nefsin e tij në këtë gjë. Qase nefsi njeriu do thot vazhdimisht që është përmendëm më lart ndryshon. Po kur nuk mundet që njeriu me gjetë nefsin e tij ashtu që është dëshiron, pra në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala në rrugën e drejtë. Po na duhet që njeriu peksoj me kuptuar realitetin se nefsin cilën e kanë brenda tina është një nefs i cili është i prirur shumë ka keqja, por që e shtyn me bot këqija. Prandaj do të më ditë që ti këtë nefs për me drejtuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala ashtu që çdohet, po me lejen e Allahut edhe ndihmën e tina, ti duhet vazhdimisht me kanë luftë me ta. Vazhdimisht do të me luftu me nefsin ton. Po me shtyllë dhe me detyru që ai me pranu hakun të vërtetën edhe udhëzimin. Edhe më kanë i vazhdueshëm këto. Allahu subhanahu wa taala i përmend besimtarët sunën në Ankebut në ajetin 69. Thot: "Walladhina jahadu fina", ata që luftojnë për hir tonë. Po dietar thonë qëllimi është luftojnë për hir tonë, do thonë luftojnë nefsin e tyre. Po që ky nefs më kanë me u bind Allahu subhanahu wa taala. Ata që luftojnë për hir tonë. Po për hir të Allahut. Pa luftojnë nefsin, shpirtin e tyre që me u bind Allahu subhanahu wa taala. La nahdiyannahum subulana. Vjen shpërblimi pe Allah, thot Allah gjithsesi ne do t'i udhëzojmë ata në rrugën tona drejta. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Thot Allah është me vepërmirët. Po me luftu nefsin tonë që me bë punë të mira, me shtu adhurime ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mo afru te Allah, do thot mirën më të mirë. Kjo është shkaqeve, gjithashtu shkaqeve më madhore që ndihmojnë ty mu forcu në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ne më lart të lexojmë ajetin, për të cilin do po të meditojmë ku Allah subhanahu wa taala thotë yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi al hayati ad-dunya wa fi al-akhirah. Allahu
i forcon ata që kanë besu me fjalën e vërtetë në dunja dhe në ahiret, po në këtë jetë dhe në botën tjetër. Pra imani me besu Allahun subhanahu wa taala, dhe mi kushtu kujdes këtij imani. Pra qëllimi është me punu me atë çka na detyron ky iman. Atëherë kjo është një shkak që forcon njerin fenë Allah subhanahu wa taala. Prandaj njeriu do të me llogarit këtë iman, këtë besim që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. O këtë udhëzim që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, na ka udhëzuar, na ka mësuar me besu ashtu siç do të me llogarit këto që është gjëja më e shmuar për ty, gjëja më e shtrenjtë. Po nuk ka gjë më e shtrenjtë për besimtarin se sa imani, besimi në Allah subhanahu wa taala. Po feja në cilën ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka gjë më të shmuar se sa kjo. Po ti do të me llogarit këto gjë më të shmueshme se sa ata tregtarët apo pasanikat e mëdhaj biznesmenat që e llogarisin pasurinë e tyre. Po për ta, po flasim për ata që nuk kanë iman ose nuk janë të udhëzuar, gjëja më e shmuar është biznesi i tyre, ose ajo që e posedojnë ata. Prandaj besimtari do të mi kushtu kujdes imanit tina. Po mi kushtu rëndësi imanit tina. Edhe kjo kujdes dhe kjo rëndësi do të jetë më e fortë, kjo kujdes do të jetë më e madh se sa kujdesi që pjesëtarët e dunjas ja vojnë dunjas tyne. Pa udhëruesit e dunjas ja vojnë dunjas tyne. Bashkë njeriu do të më marr në llogari veten e tij. Rreth këtij imani, pra në çështjet e fesë, edhe vepra të mira më shumë se sa pjesëtarët e dunjas që e marrin llogari veten e tyre. Ose ortakun e tyre kështu më radh. Po që qëllimi i tyre është që vazhdimisht do thotë bojnë për llogaritje se cila është mënyra më e mirë për me arrit deri te një fitim më i madh, ose me falimentu, ose me bankrotu, në shumë radh. Besimtari do që me marr veten e tij në llogari më shumë se sa që e marrin këta llogari, do thotë pasurinë e tyre, ose bojnë për llogaritje kështu më radh. Gjasë nuk ka gjë më të çmuar për besimtarin se sa imani dhe besimi i tij. O feja në cilën e ka udhëzuar Allah subhanahu wa taala. Kjo është gjëja më e çmuar, më e shtrenjtë. Prandaj njeriu do të që më shumë ti që mi kushtu kujdes është mi kushtu akides tina, besimit tina dhe veprave të mira. Prandaj nëse njeriu në këtë mënyrë i kushton kujdes pra dhe rëndësi fesë tina, atëherë kjo patjetër ka më kanë një për shkaqeve më madhore që kanë më të forcuar ty dhe kanë më mësuar që më kanë i përqendruar në fenë e Allahut subhanahu wa taala, pra në hak, në vërtetën edhe në udhëzim. Prandaj besimi, akidja e saktë, me pas akide të saktë, besim të saktë, edhe me luftu veten tonë që me shtupi veprave të mira, atë këto janë dy shkaqe që të ndihmojnë ty mu përqendru në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ne në këtë kuptim do të me ditur rreth fjalët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka thonë inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-janna. Po vërtet ka për njerëz që punojnë me vepra të banorëve të xhenetit. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sa që thot mes ti edhe mes xhenetit nuk mbet veç se sa është një kut hapësira, jo më shumë. Fa yasbiqu alayhi al-kitab. Mirë po thot të pastaj ti paraprin shkrimin që ka bëu Allah subhanahu wa taala për ta. Fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhulu an-nar. Fa vazhdon me bë vepra të banorëve të zjarrit të xhenemit derisa të hyjnë në zjarrin e xhenemit. Disa transmetime të këtij hadithi pejgamberi sa na sqaron këto. Çu ka mundësi që njëri me ran këtë gjendje. Thot inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli jannati fima yabdu lin-nas. Sot ai bën vepra banorëve të xhenetit në sytë e njerëzve. Po njerëzit e shohin që ai po bën vepra të banorëve të xhenetit, kurse në brendsinë e tij ai ka diçka tjetër. Për këtë dietar Allahu i mëshiroft ka thonë se ai që e ka akiden e saktë, e ka besimin e saktë, nuk ka devijim në akiden e tij. Atë që do thotë kësaj e bashkangjet veprat e mira. Po mundohet me kon i përqendruar në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Atë gjithsesi Allahu ka mbrojt fenë e tij. Gjithsesi Allahu subhanahu wa taala ka mbrojt imanin e tij. Po gjithsesi Allahu me bujarinë edhe begatinë e tij ka më shpëtu këto prej devijimit edhe lajtitës. Po këtë arsye edhe Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft në librin e tij Al-Jawab al-Kafi, transmeton për disa opinione për dietarëve që thotë la yu'rafu liman sahhat aqidatuhu an hasala lahu mithla dhalik. Po ata cilët e kanë akiden e pasur nuk kemi dëgjuar ndonjëherë që i ka ndodhur kjo gjë. Po me deviju pas një kohë që ka qenë i udhëzuar në rrugën e drejtë. Ata cilët kanë pas akide të saktë.
Wa inma yakunu mithlu hadha al-amr fima 'indahu tafritun. Po kjo gjë mundet me ndodh atij I cili ka neglizhencë, mos përfillje. Adem ihtimam, adem mubalat. Është mos kokçars, neglizhent, mos përfillës ndaj akides tina, ndaj besimit tina. Au indehu inhirafun fi janib al-i'tiqad. Ose thot ka devijim lajthitje nga aspekti ose në anën e i'tiqadit, akides. Por këtë arsye ne e shohim që bidatxhit, ndjekësit, pasuesit e bidateve, tekave, janë njerëz që më shumë të ndryshojnë. Po vazhdimisht ndryshojnë në fenë e tyre. Vazhdimisht I ndrojnë ngjyrat, petkat. Pra e kanë atë metodën e kameleonit, që I ndrojnë ngjyrat. Ata vazhdimisht e ndrojnë atë rrugën e tyre. Deri dje e sheh që kanë pas qëndrime të tjera, sot kanë qëndrime të tjera krejt. Po deri dje e sheh që kanë qenë në një rrugë, sot kanë kaluar në rrugë tjetër. Dje kanë pas një drejtim, sot e kanë një drejtim tjetër. Kurse ai I cili ka akiden e saktë, besimin e saktë, edhe ka iman të fortë, po bën vepra të mira, atëherë me lejen e Allahut kjo është shkak që I jep atij garanci, pra I jep siguri që mos me deviju për rrugës të Allahut subhanahu. Pastaj janë edhe disa shkaqe tjera që e forcojnë njeriu ose ja mundsojnë njeriu që me përqendru. Ta më koni fort në rrugën e Allahut subhanahu taala në fenë e tina, po për këto inshallah do të vazhdojmë në dersën e ardhshëm. Allahu alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.